si Ergest Hoxha, rreth 34 vjeç, ka plagosur me thik në krah shtetasin Kledi Muzhaqi, 24 vjeç, banues në Vor, i cili ka qenë pasagjer në automjet së bashku me vëllain e tij, i cili ka qenë drejtuesi i automjetit shtetasi Ermal Muzhaqi, 27 vjeç. Në këtë moment drejtuesi i automjetit kur është plagosur vëllai i tij Kledi Muzhaqi nga shtetasi Ergest Hoxha, 34 vjeç, ka reaguar dhe ka qelluar me armën e shërbimit duke plagosur 34 vjeçarin Ergest Hoxha duke e qelluar me një plumb në bark. Dy të plagosurit janë dërguar menjëherë në spital dhe ndodhen në gjendje shëndetësore stabil, pra jashtë rrezikut për jetën, nga informacionet paraprake që kemi arritur të marrim nga spitali i traumës, ndërsa 27 vjeçari Ermal Muzhaqi, i cili është oficer ushtrie, është vedorëzuar në polici së bashku me armën e shërbimit. Ndërkohë grupi hetimor dhe komisariati i policisë së Vorës ka nisur menjëherë hetimin rreth shkaqeve të kësaj ngjarje, nga informacionet paraprake dhe nga pyetje paraprake që është bërë të personave të përfshirë në konflikt kanë deklaruar që nuk kanë pasur një konflikt të hershëm, por dyshohet që këto persone kanë pasur konflikt të mëparshëm me njëri tjetrin dhe sa i përket të shkuarës së tyre përjetohet nëse kanë precedent të mëparshëm penal apo jo, ndërsa 24 vjeçari Kledi Muzhaqi, i cili ka mbetur i plagosur me thik në krah, dyshohet se jetonte prej kohësh në Belgjik dhe ishte kthyer në vendin tonë pak kohë më parë. E qartë, faleminderit. Igli? Faleminderit juve.